Allahu është më i madhi. Allahu është mbi gjithçka. Nuk ka tjetër përveç Allahut, vetë atij i bëhet hamdi edhe falënderimi. Falënderojmë të madhin Zot që na bashkoi sot në këtë shesh, në këtë fush, në këtë mëngjes të Kurban Bajramit, në këtë mëngjes ku miliona apo miliarda njerëz janë të disponueshëm për t'ju përul Zotit Xhella Xhelaluhu. Edhe ne e falënderojmë me një falënderim siç e takon Allahu Xhella Xhelaluhu, pse me të vërtetë na begatoi me mirësitë e tij që na udhëzoi, na drejtoi, na bani të mirë për vetët tona, po edhe për njerëzit e tjerë. Vejmë në këtë ditë, në këtë mëngjes të bukur të freskët të Kurban Bajramit apo të sakrificës së këtij bajrami. E fjala Kurban me të vërtetë mbart një diçka të jashtëzakonshme. Sakrificë, pra njeriu të bëjë diçka për hir të Allahut Xhella Xhelaluhu. Dhe ajo që kryhet dhe bëhet për hir të Allahut, shpërblimin dhe vlerat i ka tek Zoti Xhella Xhelaluhu. O vëllezër besimtar dhe ju besimtare, shkaku i kësaj feste, i kësaj mirësie të jashtëzakonshme, një këtij shpërblimi të madh që marrin njerëzit tek Allahu Xhella Xhelaluhu është pikërisht shkaku i 3 njerëzve. Një i dashur i Zotit Halilur Rahman, Ibrahimi alayhi salatu vesselam, i dërguar i Zotit, i dashur i Allahut, por me cilësi të jashtëzakonshme. Edhe një non, një gru, e cila quhej Haxhire. Edhe kjo e jashtëzakonshme. Apo kështu duhet të jenë babat apo nonat, sikur Haxhiria dhe Ibrahimi alayhis salam. Kemi të bëjmë dhe me një djalë të ri, që me të vërtetë Zoti e ka beku. Edhe ai djalë ishte në moshën e shumicës prej juve që jeni këtu sot. I ri, 12-13 vjeç, 14 vjeç. Edhe ai ishte caktuar prej të madhët Zot që shkon të Kurban për hir të Allahut, të sakrifikohej për hir të Allahut Xhella Xhelaluhu. O vëllezër dashur e ju nona dhe motra, ky model i njerëzve ne na vëjitet shumë sot. Sakrificë jo si e Ismailit alayhis salam. Sakrificë për djemtë e tanë jo si Ibrahimi alayhis salam, por diçka më të lehtë. Vallahi, Allahu Xhella Xhelaluhu urdhon e thot për ne: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni të zgjedhurit e njerëzve, më të mirët e njerëzve. Keni ardhur për të mirën e njerëzve. Dhe kjo mirësi, kjo begati që Allahu të lavdron në Kur'anin e Madhrueshëm, të nderon në Kur'anin e Madhrueshëm, të gjithë brezat, të gjithë ato që besojnë, a bon me lon anash? A dohet që secili prej nesh ta përmirësoj veten? E vetja si përmirësohet, ashtu si kur na mësoi Allahu Xhella Xhelaluhu, ku thot: kad aflahal mu'minun. Kanë shpëtuar besimtarë dhe besimtaret. Çfarë janë ky grup njerëzish? Çfarë punojnë ky grup njerëzish që Allahu Xhella Xhelaluhu i ka shpëtuar? Edhe thot prap në Kur'anin e Madhrueshëm: was-sadikine was-sadikati. Burrat sinqert dhe nona apo gratë sinqerta. A na duhen sot neve? A na duhen fëmijë sinqert sikur ishte Ismaili alayhis salam? A na duhen fëmijë që të respektojnë babain e tyre, nonën e tyre? A nuk po rrezikohet sot familja jonë pikërisht pse nuk i përmbahen këtyre sendeve? Kur thot was-sadikine, burri sinqert me veten e tij, me familjen e tij, me shokët e tij, me miqtë e tij, në punë, ku shkon, është punëtor apo është punëdhënës, ku do që jetojë në përbot, njeri i sinqert. Allahu Xhella Xhelaluhu urdhën e thot: unë jam me ata të sinqertit, dhe të sinqertit janë xhenetet e larta. Was-sadikati, edhe një gru e sinqert, që respekton bashkëshortin e saj, respekton prindit e bashkëshortit saj sikur i respekton prindit e vet. Edhe kjo është xhenet. Allahu Xhella Xhelaluhu urdhën e thot: e adallahu
lahum magfiratan wa ajran adhima. Ata kanë ka Allahu shpërblim dhe falje të madhe. Pra, i sinqert edhe e sinqert. A të duhet kjo sot o ju të dashur besimtar, besimtare, që të dalesh për para Zotit Xhelel i sinqert, për çfarë vujt sot kjo shoqni, këto njerëz. Dhe inshallah bëhet sebet ky Kurban Bayram, që njerëzit përmirësohen, që njerëzit shkojnë drejt Zotit Xhelaluhu të falën, të mëshirohen. A e shikoni dhejmë sot në këtë ditë, dhe puna e parë që bëjmë, i lutmi Zotit. Falemi, edhe dashurin e tij Allahu Xhelaluhu e urdhëroi dhe i tha: "Fasalli li rabbika wanhar." Falu edhe prej kurban për hir të Zotit tënd. Pra herën e parë, falu. Të ka dhënë Zoti mirësi dhe begati. Të ka dhënë shtëpi, falu. Të ka dhënë bashorte, falu. Të ka dhënë fëmijë, falu, thot. Bjerë sesh dhe herë. Falenderoje Zotin Xhelaluhu. Të ka dhënë pasuri, falu. Të ka dhënë një makinë të mirë, të ka dhënë tokë, të ka dhënë mirësi dhe begati, të ka dhënë shëndet, falu. S'ka gjë pa faljen. S'ka mirësi më të madhe se sa falja. Fasalli, thot, falu. Nuk e la dërgumin e tij absolutisht vetëm tek falja. Masaretha me prej edhe kurbanin. Edhe kurbani është diçka e bukur, diçka e mirë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte tek kurbani e priste, por nuk e konsumon të gjithë vetë. Pse? A e tham që të përmirësohemi? A bën që njoni për shembull ta presi kurbanin e tij